sot kemi përshiti CLS 350D 2017-ës. Këna bot disa si këto edhe kom thonë për shumë që janë të bukra, po edhe kjo është fort e veçante dhe shofim tamam me radhë. Duke nis me Distronikun para, kamerën para është me kamerë 360 gradë, është AMG line fabrike. Këtë grillën e ka me pika, është më agresive sa ato të thjeshtat, me sensor, fenert multibim LED. Janë vu këto disjet, 19-që, janë të reja, sa janë vu edhe i shkojnë shumë. Gomat 4 Pirelli P0, në shumë gjenjet mirë dhe këto s'kanë shumë kohë që janë vu. Plus edhe ferrotat, tamburet janë vu të reja, nga Benz janë morë. Night Edition, i ka këto pjesë të kromit zeza edhe pasyrat e zeza. Është ardhme nga Gjermania, ka kamerën këtu poshtë për kamerë 360 gradë, blind spotat, edhe këto pjesë sipër dorezave i ka të zeza, i ka prej fabrike, edhe bishtin e zi këtu, difuzorin, marmitat e zeza, kamerën mrapa, çdo gjë e ka perfekt, është super gjendje, ka edhe pak kilometra, është me 144.000. Ky është motori 3 mish V6 naftë me turbo, ka 258 kuaj fuqi, edhe 620 Nm tork, është me kamerën e re, 9 G-tronic, jo me 7, me 9 marshe. Shumë e shpejt, edhe konsumin e ka minimal. Për motor 3 mish nuk ka gjo fare, po ecën goxha, shumë e shpejt është. Është me amortizator me ajër, kur fiket ullet që për të duk më e bukur, se ngrihet prap kur e nes, është me keyless go, hapet myllet me çelës në xhep. Rimesën ka karboni, është specifikuar në fabrik, Audion Harman Kardon, është me qepi këtu, do qepin me tegel të kuq këtu, sedilet me memorie elektrike, me lambar support edhe me masazh. Timonin e ka, si që ka 63 C, plus minusat pedal shiftra në timon, ka 123.000 km. Ambient lightin e ka këtë e dvetin, sedilet me ngroje, me ftoje, eco mode, sensor të parkimit, kamera 360 gradë që tham, që i ke amortizator të comfort sport edhe për të ngret makinën, që i ka dhe me Apple CarPlay edhe Android Auto, edhe masazhin. I ke këto fryret gjitha si dush, e zgjat intensitetin vetë, llojet e masazhit ndryshme. Me qepi dhe cross-collet i lartë, shumë i pastër, kjo rimese akull me baxho sipër, edhe sedilet dinamike që të marrin edhe në kthesa, që afrohet secili krah. Rrypat e kuq, sedilet dinamike me masazh, me ngroje, ftoje, i ka të gjitha, me thonë drejtën, s'keqa e thu, kjo është me opsione si me qenë 63-shë. Perfekt, makinat me më shumë opsione që kam pa. Ka plot 500 edhe 63 që si kanë kaq opsione. Edhe këtu mrapa, shumë e pastër, akull, super gjendje, edhe këto rrypat e kuq, ke airventat, ke hapësirë edhe për kokën edhe për komët, nuk është keq, këtu ke cup holdersa, edhe këtu ke storage hapësirë. Kush është i interesuar për këtë super CLS 350-shë, numrin e kontaktit e ka këtu poshtë edhe kontakto vetë për najën e merret vesh.